Një konflikt mes të afërmish në fshatin Malbar të Kurbinit ka përfunduar me ndërhyrjen e shpejtë të policisë dhe arrestimin e një të riu të armatosur. Shërbimet e komisariatit të policisë Kurbin u vunë menjëherë në lëvizje pas njoftimit se një 21 vjeçar kishte kanosur me armë zjarri kushuririn e tij 18 vjeç. Pas disa orësh kërkimesh intensive, forcat e rendit lokalizuan dhe kapën autorin e dyshuar, shtetasin me iniciale FC, 21 vjeç, banues në Malbardh. Hetimet e para treguan se ai kishte kërcënuar kushuririn e tij, shtetasin me iniciale AC, 18 vjeç, për motive të dobëta, duke përdorur një armë zjarri. Gjatë kontrollit në teren, policia gjeti dhe sekuestroi si provë materiale një pistolet dhe një krerë me municion luftarak, të cilat dyshohet se janë përdorur në kanosje. Materialet i kaluan prokurorisë së Lezhës, e cila do të vijojë procedurat e mëtejshme ligjore ndaj 21 vjeçarit, i arrestuar në kuadër të operacionit policor të koduar motivi.